jam ekonomist dhe amjese shkollës së mendimit ekonomik që nuk e preferoj shumë ndërhyrjen e shtetit në ekonomi. Thënë tregu, në qoftë se do kemi një treg konkurencial, tregu autorregulohet, në qoftë se ne nuk do kishim këto përqendrime në tregtim me shumicë, në importet me shumicë apo tregtim me pakicë përqendrime të tregut, kjo do na bënte të mënyrë që tregu ti përcaktonte vetë çmimet aty ku çmimi jetë i barabartë me koston marginal, pra të jenë çmime relativisht ulta dhe mos të ketë abuzim në treg. Do preferoje nëse do kisha mundësinë tepër se sa këto bordet e famshme që në një farë mënyrë mblidhen dhe shumica atyre kontrollohet nga operatorët të tregut, që praktikisht operojnë në interesat të tyre, të preferoja një treg konkurencial, pra shteti të ndërhynte që të monitoronte nëse kemi përqendrime të tregut, oligopole, kontrolle të tregut ku bëhen ku operatorë të caktuar bëhen bashkë të tjerë. Nëse shteti do bënte të mundur eliminimin e këtyre fenomeneve, atëherë tregu do autorregulohet dhe çmimet do ishin shumë të ulta në treg. Pra, për ta përmbyllur do preferoja më tepër ndërhyrjen për të rritur konkurrencën më tepër se sa ndërhyrjen për të kontrolluar çmimet.